Si jeni martuar ju të dy? Ne do të thënë me njohje, po që jo, do të thënë jo me dashuri që të themi. Pastaj E dashuruar më vonë? patjetër, derisa kemi 55 vjet bashkë, do të thënë nuk diskutohet. Çka ka ndryshuar mes brezave atëherë dhe tani? Ka shumë divorce sot. Shumë. Tani nuk shko, çdo martesë ka uljet e ngritjet e veta. Dhe kështu që duhet njeriu të durojë ca gjëra. Tani të rinjt sot nuk durojnë. Menjëherë do të thënë krijojnë atë, do të thënë që nuk shkojmë ne të dy. Kush është dashuruari i pari nga ju të dy? Ato se dim, mbase të dy bashkë. Jo, Ti vetë si je martuar? nuk e di. Mu më kanë ardhë vetë. Më kanë ardhë vetë. Kanë kërkuar vetë? Po. Edhe Si shkon me gruan? unë, ku di jo, ajo është Itali, unë jam këtu. Ciao. Ti vetë si je martuar? Në Bjesëri. Si shkon me gruan? 50 vjet kam bërë. Mirë fare. Kam gjithë ata kalamaj. Ti po mos sa pëlqesh atë që të zgjedhin për shembull. Si bëhet? Si. Mos sa pëlqesh atë që të zgjedhin. Me Bjesëri. Nuk e merr ore. Shta jep njëri me zërën. Me mbledhëri është kot. Pse? Nuk u njeh. Ka pasur më shumë Bjesëri më përpara dhe më pak divorce. Ka pas mbledhëri, po kanë qenë mrena fshatit, mrena qytetit, komshi e kështu gjëra. Kështu që Ti vetë si je martuar? si ta merr mendje ty. Me Bjesëri. Me? Me Bjesëri. Po, në fike. Ja, Me dashuri. Po. Si shkoni? mirë, shumë mirë. Çka ka ndryshuar mes brezave atëherë dhe tani? Brezat atëherë kishin më shumë shoqëri, kishin më shumë dashuri për njëri tjetrin.